Do lidhemi me Arbëreshe Temajn nga organizata shqiptare, një ojo që jo fitim prurëse, me të do flasim për një vizit që kanë bërë Arbëreshët e Italisë në Kosovë, gjithësisht për ditëlindjen e Skënderbeut 6 maj. Kanë vizituar Kosovën, kanë shëtitur në për Prishtinë, i kanë shoqëruar këta të organizatës, kanë bërë ca këngë, valle, kanë mahnitur sheshit të gjithë kalimtarët e rastit me veshjet e tyre, me këngët e tyre, me zërat e tyre të cilat janë specifik dhe mënyrën si këndojnë. Arbëresha vetë quhet Arbëresha dhe ka një lidhje ndoshta shpirtërore për shkak të emrit me Arbëreshët e Italisë. Në fakt, ne të gjithë kemi një lidhje të veçantë shpirtërore me to, por gjithnjë është atraksion dhe është bukur kur i shohim mes nesh të jenë, ashtu si që edhe duhet të jetë. Arbëreshën besoj e kemi në linjë dhe do flasim më gjërësisht lidhur me aktivitetin. Përshëndetje Arbëresha. Përshëndetje për juve dhe për gjithë ju aty në studio. Në fakt, Arbëresha, isha e para do me thënë që i pash video të këngët të cilat ti postove dhe desha që këto t'i sjellin për gjithë shikuesit tanë, sepse është takimi veçantë takimi me Arbëreshët. Organizata këtë e ka organizuar për hir të ditëlindjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, apo jo? Po, është viti i tretë që organizata Shqiptaria e organizon manifestimin për ditëlindjen e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Dhe se cilën herë, do më thonë, jemi më të organizuar dhe më të përkushtuar. Sigurisht edhe nga përvoja që marrim, do më thonë, prej herës parë në herën e dytë, pra masane në herën e tretë, gjithnjë po mundohemi ta bëjmë tradicionale, që këtë festë ta marrin në përgjithësi edhe ndoshta edhe shteti, organet shtetërore, por njerë për njerë është organizimi i organizatës Shqiptaria. Lusim Regjin të na shfaqin serte nga fotografit dhe videot në cilat i shohim Arbëreshët të parakalojnë në shesh. Sigurisht ka qenë e bukur për gjithë kalimtarët e rastit të shohin Arbëresh në shesh, apo jo, Arbëresh? Se tani për flas Arbëreshët, Arbëresha, pastaj të flasim për emrin. Arbëresha me Arbëreshët, po, ka qenë jashtëzakonisht e bukur, është edhe veç jam çudit, do të thonë, kur kanë parakaluar dhe kanë kënduar ato këngët Arbëreshe, edhe në kafeteri që kanë qenë njerëzit janë qunë këmë dhe ju kanë duar trokit. Ka qenë e bukur, po ka qenë edhe diçka, si të thëmë, e kom pa një vetëdisim të njerëzve se sa kanë dashuri për Arbëreshët e Italisë, për shqiptarët në Itali që janë. Ndërsa emrin ti Arbëresha kush ta ka vënë dhe pse? Une emrin e kam prej babit, do me thonë që është në moshën 7 vjeqare, ndoshta babi, kur kam nis me ditë, diçka babi ma ka spjegu do me thonë në emrit tim, edhe e falenderoj jashtëzakonisht babin që nuk jeton më, që une ndoshta me diçka që krenohem në jetën time është emri im. Si reagojnë Arbëreshët kur kuptojnë që ti e ke emrin Arbëresha? Ndoshta aty mbase e shojnë rëndësinë që ata kanë për ne. Reagimi tyre ka qenë kur kemi dalë me i prit natën kur kanë ardhur, ditën kur kanë ardhur në 5 të mëngjesit kanë mri, edhe kur ma ndëgjojshin emrin Arbëresh, reagojshin çuditshëm edhe domethënë gëzueshëm mirë. O Arbëresha, apo kupton reagimi tyre ka qenë, o Arbëresha, sa bukur. Ky reagim ka qenë. Njohjet nga i keni vënë në fakt, edhe ato janë një organizatë me sa më tregove. Po, ato janë një organizatë në Ljungro të Italisë, për sjelljen e tyre në Kosovë, është përkujdesur një adhëtar, në Gjergj Prenkoçaj, është prej Gjakovës, ai ka pas kontakte me ta, ai ka organizuar ardhjen e tyre në Kosovë. Ndërsa flasim në Arbëresha, shkojmë pamjet, besoj që veshjet e tyre janë interesante, po pjesëmarrësit janë nga gjitha trevat, apo janë gjithë Arbëresh këto që i shohim në video, të parakalojnë shesh? Të gjithë janë Arbëresh. Ata që janë me veshje, do me thonë me kostume, janë të gjithë Arbëresh. Aty është afër edhe Gjergji, që ju përmenda, jam edhe one dikun aty. Do me thonë, ne që e kemi shoqëruar, në shoqërim të tyre kam qenë, do me thonë Gjergji ka sjellë, është marrë me organizimin, une edhe një kolegi imi Arbeni. Pastaj shohim një binë tash për momentin këtu, kanë kënduar, apo jo? Po, kanë kënduar gjatë manifestimit qendror, po. Çfarë kishte tjetër, vetëm Arbëreshët u prezantuan, apo? Jo, ka pas një koncert të madh. Fillimisht
parakalu disa grupe artistike, gjatë gjithë ditës ka pas aktivitete, mande ka qenë ato nderimet e busti i Gjergj Kastriotit, mande ka qenë koncerti, ka vazhdu deri në orët e vona, ka qenë një darkë që është bo, aty ka marrë pjesë edhe një delegacion prej Austrije, dhe më thonë në manifestim, kanë qenë prej të gjitha trevave shqiptare, Shqipëri, Maqedoni, Malizi, Arbreshët, diaspora. Mendoj që ju jeni, mos theme vetmja, sepse nuk e di, nuk kam informacion e vetmja shoqat që festoni ditëlindjen e Gjergj Kastriotit, Skënderbeut, herojt ton legjendar. Nuk di nëse ka të tjera, por krejt kjo nismë ka filluar më 28 nëntor të vitit 2023. Po. Dhe më thonë është viti i tretë që festohet ditëlindja e kryeheroit Gjergj Kastrioti. Dhe sigurisht do vazhdoj që të... Do vazhdoj që të organizohet, besoj, edhe viteve tjera? Po, unë e ceka edhe në fillim, thash do të bëhet tradicionale kjo, veç do më thonë e kemi fut në listën e festave që do më thonë do t'i bëjmë tradicionale. Mandej e kemi edhe vjetë ka qenë edhe ekspozita për në Teres, do më thonë t'i promovojmë për promovimin e figurave dhe vlerave kombëtare. Synimi i organizatës tonë është ruajtja e trashëgimisë dhe identitetit kombëtar, edhe figurave kombëtare. Është gjë e bukur kjo që sillni dhe arbëreshët që të përjetojnë, të krijojmë edhe njohje, sepse njohje virtuale kemi, por kur janë fizike njohjet që ti sjell, kupton më shumë për ta, ata kuptojnë më shumë për ne. Si ishte ndeja me ta arbëreshme që ti edhe i ke shoqëruar? Ishte e vështirë ti kuptoje sepse ka njerëz që thonë që flasin një shqipe më ndryshe se sa ne. Në fakt nuk flasin një shqipe, po flasin arbërisht. Po flasin arbërisht, nuk ka qenë e vështirë fare. Për arsye se Rosa, do më thonë që ka qenë udhëheqëse e delegacionit të arbreshve, ajo e folë gjuhën Shqipe jashtëzakonisht bukur, e folë tamam gjuhën Shqipe, aty këtu disa fjalë që kanë ata theksin e vetë, por është shumë interesante që i kanë rezistu kohës dhe brez pas brezi, si e kanë bërë afër 600 vjetë, është shumë interesante dhe shumë e bukur njëkohësisht. Pastaj aty ka pas të ri shumë, që për shembull të folje një fjalë anglisht duke mos ditur apo kuptojnë krejt, do me thonë shqip, ata non-stop thoshin, jo, më fol arbërisht, zakonisht arbërisht e përdorshin këtë, më fol arbërisht. Më fol arbërisht, nuk e njohin gjuhën shqipe ata, e njohin vetëm shqipen ashtu të vjetër, themi. Më fol arbërisht, edhe ishte çudi e madhe, tash po tregoj pak pasi veç më pyete si ka qenë ndeja me ta. Çudi e madhe të rinje që kishin ardhur aty, thonin që ne do të gjejmë nuse nga Kosova, nga Shqipëria, nga trojet shqiptare, për arsye se mos të humbim identitetin. Do të thonë ata ishin të rinj 18 vjeçar dhe kjo ishte shumë e bukur për t'u dëgjuar. Shumë e bukur vërtet. E kishin me gjithmend? E kishin me gjithmend. Do më thonë, njëri prej tyre, tash dhe po tregoj, veç e kishte një vajzë në Gjakov. Shumë bukur. Po, veç e kishte një vajzë në Gjakov dhe më tregonte emrin, më tregonte se si flet me të, se si takohet me të, do më thonë, ishte shumë e bukur. Edhe gjë e veçantë të dëgjosh historitë ndryshme prej tyre, apo jo? Diçka tjetër që të kishe dashur ta ndash me ne, besoj kanë qëndruar një natë, apo? Jo, kanë qëndruar 2 natë. 2 natë kanë qëndruar. Diçka tjetër të veçantë që të kishe dashur ta ndash me ne, se besoj se të kanë rrëfyer gjëra interesante shumë. Për mënyrën si jetojnë atje, si... Atë ditë që kanë ardhur, kemi shku me ta në Rrugovë, në bjeshkët e Rrugovës, në malet e Rrugovës, për arsye se e kishin lexuar dhe e kishin dëshirë të vizitojnë. Aty na kanë pritur jashtëzakonisht mirë dhe ju ka bërë shumë përshtypje ushqimi tradicional. Tjetra është më kanë rrëfyer që shumë të rinj nga ato vende ku janë arbreshët kanë filluar të shkojnë të studiojnë, domethënë në shtetet e tjera. Dhe e vrejtja një shqetësim të tyre që mos po kishin frikë që pe humbin këtë identitetin. Dhe çka thonin, e janë atje te ne, do të jetonin në shtëpitë tona, do të bëhemi më shumë sepse kanë filluar njerëzit të dalin dhe të rinjët të shkojnë të shkollohen në vende të ndryshme të botës. E kishin pak këtë shqetësim e pash, por ishin
me shumë, ndoshta mund të them, edhe me shumë sakrificë, ishin duke rujt identitetin me kurse, me shkolla private, me organizata, do më thonë të përkushtuar shumë. Kam pa të ta dashuri për vendin, për atë dheun e tyre, do më thonë për Shqipërinë, për Kosovën. Kam pa dashuri që ndoshta edhe këtu që jem na, atë dashuri ashtë të madhe nuk e shoh. Sigurisht kanë qenë edhe më herët në Prishtinë, nuk ka qenë hera e parë që vinë, apo jo? Disa prej tyre, po, kanë qenë edhe më herët në Prishtinë, por disa jo. Këta të rinjt jo. Këta të rinjt. Te furgoni, regjia, nëse mund tash të fokusojmë furgonin, pjesën e furgonit, si duket kanë shumë qejf që të këndojnë, dhe bukura është që ne gjithë ato këngë i kemi dëgjuar, nuk e di, ndoshta e shohin dhe rëndësinë që kam për ne, për shkakun se jemi ne një, jemi të gjithë shqiptarë me gjithë ato, edhe fakti që kemi shumë vajza me emrin Arberesha, që nuk e dim sa janë në numër, po janë të shumta në gjitha trojet shqiptare, apo jo? Po, pjesa e furgonit ka qenë pjesa, me gjithë unë nuk po shoh pamje këtu fare, po okej, po ma nërmendja që ka ku transmetu. Pjesa e furgonit ka qenë pjesa duke shku në rrugovë, dhe me thonë, ja sigurum një gitar, e do ishtë një gitar me këndu, edhe gjithë rrugën kanë këndu këngë Arbëreshe. Të cilat ne i njohim? Po i njohim, shumicën prej tyre e kishin një këngë, më duket ua kam dërgu një këngë Skënderbeg, kur e këndu mrena në restoran në Rrugovë. Ato, të thëmë të drejtën, nuk e kisha ndëgju, po ishte shumë e bukur, më pëlqej shumë. Po, e veçantë vërtet, dhe mënyra se si këndojnë, që në base ne kemi pakës vështirë, ato sinkronizohen shumë letë, kur është mënyra e këngës të cilën e njohin gjithë dhe kanë më letë. Ne ndoshta jemi dëgjues të apasionuar të atyre këngëve, ja tani shfaqet kjo videoja në furgon me të rinj, mosha shumë të reja, të njoma, duken që janë ndoshta në shkollë të mesme, apo jo? 17-18 vjeçare, këta të rinjt kanë qenë 17 deri në 18 vjeçare, do me thonë, të rinjët. Pastaj këto zonjat përfaqësueset e organizatës, përfaqësueset e... Kush ishin zonjat e organizatës? Besoj që keni krijuar njohje më të thella, apo jo? Po, kam kriju njohje më të thellë, jam në kontakt me to. Rosa është si udhëheqëse e tyre, do me thonë Rosa Karbone. Mandej janë Rahele është njëra, qofse po javë theksoj mirë emrat, po javë shqiptoj mirë emrat, se nuk e di. Mandej Valeria, Francesca, do me thonë këto ishin. Dhe besoj që do vinë sërish t'ju vizitojnë. Ata do vinë sërish, por fillimisht na kanë ftu neve me shku, do me thonë para se me ardhe ata herën tjetër, po shohim si do t'ja bëjmë, kështë qenë shumë e mirë që një televizion ose dy, ose prej televizioneve, do me thonë, të shqiptarit të na përcjellin, të shohim si do t'ja bëjmë organizimin. Arbëresha, të falenderojmë shumë për kohën që ndave për të na përshkruar një ndëjtë të arbëreshve në Kosovë. Besoj që edhe ju do të shkoni atje dhe kur shkoni patjetër do të na informoni që po ashtu ti shfaqim të gjitha pamjet, ndoshta këngët, ndoshta ndejen, muhabetet i përcjellim për gjithë teleshikuesit tanë. Faleminderit shumë juve për intervistën. Është një hap që të quajmë edhe mesazh se ata ashtë larga dheut dhe sa mire kanë rujt traditën, kulturën edhe identitetin kombëtar, kurse ne këtë duhet edhe ne të luftojmë çdo ditë që të ruajmë atë që është e jona. Shumë faleminderit. Është shumë bukur vërtet, është shumë bukur, një mesazh shumë i fuqishëm, shumë i fortë, megjithëse edhe Arbëreshët i paska kapluar ajo dëbimi, do me thënë, fenomeni diasporës, ikja nga vende, paska filluar edhe atje, migrimi, dhe kjo shkeq, ashtu si në gjitha hapësirat shqiptare, por me gjitha të, kudo që shkojnë shqiptarët më duket më shumë me fuqizojnë atë ndjenjen e patriotizmin dhe lidhjen me adeun, me rënjët ku përkasin. Ashtu si që dhe ju po festoni një 6 maj të kryeherojit tonë. Po, ashtu. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ne tani do t'i dëgjojmë të plota të gjithë videot sa shfaqëm si inserte gjatë kohës që bisedoni me Arbëreshën dhe do të shihni si kanë të kënduar, si kanë vizituar. Janë video të cilat janë në formë private të incizuara me telefona
do kishim dashur të kishim më të plota dhe të përjetonim gjitha atë atmosferë që kanë krijuar në Prishtinë ardhja e arbëreshve, ose të quhemi të gjithë si shqiptarë që jemi. Atëherë, ju ftoj që ti përcjellim gjitha insertet këngët dhe ndahemi këtu nga ju miq për t'u takuar një ditë tjetër. Mirupafshim dhe faleminderit që na ndoqët.